Përshëndetje të nderuar teleshikues, këtë pasditë jemi zhvendosur në zyrën e Ministres së Zhvillimit Ekonomisë, Tregtisë dhe Turizmit, zonjës Mila Ekonomi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët dhe juve. Falenderoj për mikpritjen që juve na bë dhe për kohën që na kushtoni për gjatë këtyre minutave. Sigurisht Ministria juaj mbulon disa zëra të rëndësishëm. Unë do doja që kryesisht fokusohemi tek turizmi, duke qenë se jemi në mesin e sezonit turistik. Praktikisht të gjitha qytetet bregdetare kanë çelur sezonin dhe le të themi që koha për përgatitjet ka marrë fund, duhet presupozohet që duhet jenë gati qoftë pushteti vendor, por qoftë edhe subjektet private për të ofruar gjitha shërbimet për pushuesit shqiptar apo të huaj qofshin ato. E pikërisht për këtë pjesë do doja që ta nisja zonja Ekonomi. Në fakt, spari do doja që të flisim në terma shifror për të kuptuar pak se çfarë kemi arritur deri më tani në sektorin e turizmit dhe se cili është objektivi. Kur flasim për turizmin, flasim për një potencial shumë të madh që ka Shqipëria me një vijim bregdetare shumë të gjerë. Flasim vetëm për bregdetin, por ka dhe forma të tjera të turizmit për të cilat do flasim në vijim. Ndërkohë që nuk e di sa janë shfrytzuar deri më tani këto potenciale për ekonominë tonë. Janë shfrytzuar sepse turizmi ka sjellë një rritje të GDP-s. Dhe nëse në vitin 2015 ne pretendonim që kishim një kontribut të turizmit në GDP, pretendonim, po e masnim se mbase nuk është fjala e dur, rreth 6% të totalit. Në vitin 2016 ai parashikohet të rritet edhe me një 0,5% më shumë, të japë një kontribut për 6,5%. Dhe në fakt ato parashikimet që bën Organizata Botërore e Turizmit dhe e Udhëtimeve mendon që ky kontribut ka përturitur për Shqipërinë për çdo vit me një rritje në pikë përqindje për GDP-n ndaj vitit të mëparshëm dhe kontributi ka përshkuar si një rritës gradual deri në 8% të GDP-s. Domethënë deri në vitin 2026. Domethënë shifrat parashikojnë që GDP-ja do ketë shumë pjesëmarrje nga sektori i turizmit dhe kjo do vi gradualisht në rritje duke bërë dhe ne investimet e duhura që ka nevojë turizmi. Që kështu dhe për investimet, ato kanë bërë një parashikim. Në vitin 2015 investimet në turizëm ishin rreth 20 miliard lek. Në vitin 2016 ato priten të rriten me 1,4% dhe në vitin 2026 ato do të shkojnë në investime që do të kapin rreth 32 milion lek në turizëm. Që kështu ngjarjet në turizëm vijnë duke u përmirësuar sepse edhe vëmendja është edhe më e lartë. Tani kontributi përveç investimeve vjen nga pjesëmarrja e forcave të punës në këtë treg, i cili natyrisht është duke u zgjeruar sepse dhe shtirja më e gjatë e sezoneve turistike që ne pretendojmë të kemi në vend, por gjithashtu edhe rritja e numrit të vizitorëve kanë bërë të mundur që për çdo të matet edhe kontributi në punësim për çdo turist që vjen dhe kalon një kohë pushimesh në vijën bregdetare apo në të tjera rizorte të vendit tonë. Që kështu edhe nga kjo pikpamje ne shpresojmë që të kemi një rritje të kontributit që jep turizmi në sektorin e punësimit, qoftë punësim direkt dhe qoftë punësim indirekt. Për punësimin direkt ne pretendojmë që në vitin 2016 në krahasim me 2015 të kemi një rritje të forcave të punës prej 5500 individësh. Nëse flasim për parametrat e sektorit të turizmit, paktën në gjithë artikulimet në publik, jo thjesht tuajat, por edhe të aktorëve kryesor, qofshin shtetëror apo dhe privat, synimi kryesor është që të bëjnë turistin e huaj, të paktën flasim për vizitorët e huaj, të qëndrojnë sa më gjatë në vend. A ja kemi arritur në nivel parametrash dhe standardesh për këtë sezon turistik apo vijojmë, le të themi, të tërheqim vëmendjen duke u prezantuar si një vend egzotik dhe i pazbuluar? Tani, ne ja kemi arritur që të kemi ne qëndrimin më të rritur në 2015 në krahasim me 2014. Ne qëndrimi u shtua me u zgjat rreth 1,7% për flasim për nivel mesatar në gjithë Shqipërinë. Dhe kjo tregon që në një lloj mënyre dhe ja kemi dalë që të kemi një strukturë akomoduese që është më mikpritëse se sa më parë. Ndërkohë që struktura unë duhet të theksoj diçka që është shumë e rëndësishme, që turizmi duket si një sektor i rëndësishëm i jetës publike të vendit, domethënë shteti merr përsipër të organizojë dhe të orientojë drejtimet kryesore të zhvillimit të turizmit dhe të japi vëmendje sektorëve turistik që sillin kontribut në GDP, por iniciativa për të bërë aktivitetin ekonomik është e vetë operatorëve privat në sektorin e turizmit, që kështu nga njëra anë duhet kemi parasysh që bëhet një reklam që e merr përsipër ta bëjë shteti në vende të ndryshme të botës,
por natyrisht dhe individët ka një rol të madh, por në Shqipëri duhet kemi parasysh që sektori turistik zhvillohet nga operatori privat, hoteli është aktivitet privat, restoranti është aktivitet privat. Pra bërthama është aktivitet privat dhe këtu duhet të nxisim më shumë iniciativat për standarde. Nëse flasim dhe mbetemi sërish te standardet dhe flasim tek eksperiencat që kanë përgjithsisht turistët apo klientët e këtyre operatorëve privat që ju përmendët, vëret ndoshta një karakteristikë të cilën unë kam shkëputur nga një artikull që fliste pikërisht për mbresat dhe citonte mbresat të turistëve dhe klientëve, që flitet për turizmin shqiptar me ndërtime luksi, por që në mjaft raste mbesin të akullta, nuk mbushen me gjallërinë dhe ngrohen e mikpritjes dhe humbin luksin dhe elegancën për shkak të shërbimit. Kur juve flisni për nxitje, a keni ju një plan konkret përveç faktit që jeni ndërgjegjësuar për nevojën e le të themi rritjes së kulturës profesionale të shërbimit në sektorin e hotelëri turizmit ta marrim? Për shembull, një nga gjërat që i është vënë prioritet tani, ju e dini që është shumë edukimi profesional. Dhe edukimi profesional është një iniciativë që e ka marrë përsipër Ministria e Mirëqenies Sociale, Rinisë dhe Sporteve, ku komponenti edukimit profesional është fuqizuar shumë dhe në vëmendjen e kësaj ministrie. Ne së fundi kemi pasur dhe diskutime se si mund ta përmirësojmë këtë edukimin profesional që vjen për hoteleri turizëm. Ka iniciativa që vijnë edhe nga donatorë të ndryshëm për ta ndihmuar Shqipërinë për këtë iniciativë, sepse ne kemi nevojë ta shtojmë cilësinë e bërjes së këtij procesi pune dhe këtij aktiviteti nga gjithë aktorët. Në fakt duhet t'i themi shumë faleminderit atyre që u kthyen me përvojë të mësuar nga vendet ku ata emigruan, që hapën të parat restorante apo ngritën të parat hotele në Shqipëri, por ky aktivitet duhet vazhdojë. Domethënë dhënia e dijes është një gjë që nuk duhet mbarojë asnjëherë, duhet të jepet gjithmonë më shumë brezit të ri që kërkon të futet në këtë sektor prodhimi. Kjo është një anë. Ana tjetër që është shumë e rëndësishme është që a kemi ne standarde të miratura në nivel kombëtar për strukturat akomoduese apo për restorantet. Ne ende nuk kemi standarde shtetërore për këtë gjë. Aktualisht Ministria po punon për ngritur këtë sistemin e standardizimit të strukturave akomoduese dhe së shpejti ky proces do të fillojë. Që kështu edhe ajo ngroja e ftohtë, edhe ajo mikpritja e pagjallëri që ka vënë re një turist që ka vënë re klienti, unë mendoj që do të ka përxehen. Mirë, në fakt jemi, sikur se theksova më herët, në mesin e sezonit dhe kur them këtë gjë, e them për të kuptuar pak edhe se sa gati kemi qenë si struktura në raport me përgatitjen e fillimit të këtij sezoni. Në momentin që ne po flasim, për shembull, në qytetin e Vlorës, vijojnë ende punimet për Lungomaren, një projekt që është, le të themi, prezantuar edhe nga kryeministri, edhe janë inspektuar disa herë dhe ecuria punimeve, është folur për një ngadalësim në ecurinë e punimeve në fakt, por që bën një panoramë deri diku jo fort të këndshme në mesin e këtij sezoni, duke pasur parasysh gjithë rrëmujat që janë bërë për shkak të këtyre ndërtimeve, ndotjes plurit, gjithçka tjetër, prishjeve që po bën inspektorati kombëtar në lidhje me godinat që kanë gjurmën e trajektorisë Lungomares. A është një peizazh që ndoshta del pak tej parashikimeve zonja ekonomi? Tani, ne do duam ta bëjmë më të bukur kurorën tonë të jugut dhe për këtë jemi angazhuar që do ta bëjmë më të bukur kurorën e jugut. Do përmirësojmë vetëm Lungomaren, do përmirësojmë dhe fshatat turistik, do sillim më shumë drejtësim tek ajo zona, do japim më shumë mundësi për qenë të informuar dhe të nxisim banorët e zonës që të uniformizojnë mënyrën e çfaqjes përpara një turisti. Tani këto janë projekte madhore që nuk bëhen dot në harkun kohor të një viti. Prandaj për këtë arsye, duke u nisur nga e mira që do të kemi mbas pake, mund të kemi edhe pak durimin që edhe mund na shpëtojë një sezon turistik me këtë situatë që ju thoni që ka nevojë të ishte e qetë, të ishte e bërë rruga, të ishte e përfunduar rruga. Në fakt, ajo që vjen nesër duhet të jetë shumë e mirë. Dhe tjetra gjë që lidhet me ndërtimet dhe prishjet që ka bërë Inuku, ato kanë qenë ndërtime pa leje që kanë penguar parjen e gjirit të Vlorës nga shumë pushues. Si kështu, bregu i parë i ndërtimeve është hequr pikërisht, vija e parë e ndërtimeve është hequr pikërisht për arsye se do të jepte mundësi që vija ku fillon të akomodimi të kishte mundësi të përdorte bregun dhe të përdorte pamjen e detit. Kjo ka qenë një nga arsyet që ka lejuar të përdoret më mirë vija bregdetare dhe të ketë më shumë kuptim
një pushues në qoftë se pyet sot qoftë banorët e qytetit të Vlorës, ata të cilët janë edhe pronar të ndoshta të subjekteve private, operatorëve turistik për cilët ju folët, thonë sikur gjithmonë punimet gjenden për të bërë në sezonin e verës. Flas këtu qoftë edhe për remontet që janë bërë nga OSHE-ja, apo qoftë edhe një rinovim i rrjetit të sistemit kanalizimit nga ujësjellsi. Unë kam përshtypjen që sepse mbase në atë moment ti prej të ndodhë, të ketë mbaruar, po punimet kanë nisur shumë më parë, se mua më kujtohet që dimri, unë kam bërë një inspektim në Vlorë për arsye shëndetësore, të se si shkonte lufta kundër pirjes duanit në ambientin publike, dhe ka qenë dimër, dhe rruga ishte akoma në proces pune, nuk është se ka filluar tani. Ato kanë qenë të filluar, unë besoj që do të bëjmë pak durim për një gjë më të mirë. Do të më e mira ajo që vjen nesër. Mirë, në fakt duaj që të prekim pak edhe pjesën e bashkëpunimit me vendorët, sepse kur flasim për turizmin, sigurisht Ministria juaj është përgjegjëse për hartimin e politikave dhe strategjive, por një komponent kyç në këtë sektor janë njësitë vendore. Për më tepër që pas hyrjes në fuqi të ndarjes territoriale, ato kanë një seri kompetencash më të mëdha dhe veçanërisht në administrimin e zonës së plazheve, pra të zonës bregdetare. Si po hecën në nivel makro, le të themi, ky bashkëpunim me kompetencat e reja që kanë njësitë vendore? Tani ne kemi zhvilluar disa mbledhje. Në fakt nuk janë mbledhjet ato që zgjedhin këtë gjë, por mbledhjet të rrisin ndërgjegjësimin për situatën që duhet marrësh në dorë. Me gjithë kryetarët e bashkive që kanë breg ujor, qoftë det apo qoftë dhe liçen. Në përgjithësi jemi munduar të ndajmë detyrat që lindim për ta, duke pas parasysh që ato duhet bëjnë kujdes në organizimin e plazheve, stacioneve të plazhit, në organizimin e luftës kundër informalitetit, në pastrimin e territorit dhe në rregullimin e sigurisë së pushuesve, marrjen e masave për rregullimin e sigurisë së pushuesve. Përveç kësaj, nga ana tjetër ka funksionuar edhe një task force që ndihmonte nga ministrit e linjës, që ndihmonte sa herë që një bashki mund të kishte një problem për t'i dhënë zgjidhje problemit që ai kishte. Sot situata, ne kemi dalë për një inspektim dhe kjo ditë që ne flasim bashkë, është dita e fundit e këtij inspektimi, që të kuptojmë dhe në çik më nga afër se si po shkojnë përgatitjet. Her pas here ka nevojë për ndërhyrje, por unë ajo që kam vënë re është ndërgjegjësimi i kryetarëve të bashkive që kanë breg ujor është i lartë, sepse ato e shikojnë si një burim ekonomik detin, dhe për ata të ardhurat që sigurohen nga deti janë shumë të rëndësishme për jetën e qytetarëve që ato kanë në bashki nesër. Prandaj unë besoj që kanë marrë gjithë angazhimin e mundshëm për të siguruar sa më shumë të ardhurat nga ky sezon, për të shërbyer edhe më pas rregullimit të gjithë territorit bashkiak që ato administrojnë. Ka nevojë her pas here edhe për të komunikuar me ta lidhur me përpunimin e një koncepti që vjen nga një vendim i Këshillit të Ministrave, apo se si ai mund të zbatohet në praktik. Ne jemi munduar her pas here të drejtohemi edhe me kujtesa që t'i përshkruajmë detyrën dhe t'i themi që çfarë është ajo që duhet bëjmë më mirë, dhe komunikimet janë të pafundme, janë email, me zë, me letra, me që kjo gjë duhet. Ka prodhuar efektivitet konkretisht ky komunikim më intensiv? Domethënë ka prodhuar efektivitet, disa herë ne ndërhym kur ka një situatë vështirë, marrim përsipër të ndërhym. Ka prodhuar efektivitet, për shembull, unë mund t'ju them që plazhi i Spilles do të jetë shumë herë më mirë se sa ka qenë një vit më parë, sepse ndërkohë kryetari i bashkisë atje ka qenë shumë afër nesh për të kuptuar se si duhet të bëjë të organizojë një plazh, një stacion plazhi, sidomos kur ai është publik. Dhe ndërkohë kanë kërkuar her pas here edhe ndihmë për gjëra që nuk kanë mundësi të zgjidhin vetë. Që kështu ne edhe për këtë gjë kemi punuar duke ngritur zërin e tyre në Këshillin e Ministrave për të pasur parasysh që duhen asistuar qoftë me ekspertizë teknike, qoftë dhe me financa. Kur flasim për plazhin, ju përmendet pak më përpara plazhin publik, në fakt një shqetësim i madh është fakti që shumica e pushuesve janë të detyruar që të qëndrojnë në plazhe private. Duke u referuar vitit 2014 dhe një VKM-je, pra një vendimi të Këshillit të Ministrave për të bërë një ndarje mes plazhit publik dhe privat, një raport 20 me 80%. A e kemi neve sot këtë raport konkretisht në të gjithë vijën bregdetare? E kemi dhe mbase më shumë se sa ka që kemi, sepse kjo ndarje e plazhit ose kjo vindarje se plazhet që vjen nga ky vendim i Këshillit të Ministrave është në fuqi dhe sot. Vija bregdetare ndahet si mas bashkive dhe secila bashki ka drejt që këtë vijë bregdetare të organizojë në mënyrë proporcionale për plazhet që ajo ka,
të ndarë në 80% për privatin dhe 20% për publikun në për stacione plazhe. Bashkitë të tilla që kanë fluks të madh pushuesi, siç është për shembull Durrësi, Velipoja, Shëngjini, e kanë pak më të vështirë ta mbajnë këtë raport, ndërsa bashkitë tjera siç është për shembull në Golem, në Rogozhin, siç mund të jetë në Divjak, kanë më kollaj ta mbajnë këtë raport ose ta rrisin. Për shembull, ka bashki që s'ka nevojë fare të kenë raport 80-20 sepse mund ta japin 100% plazhin për publikun. Varet nga fluksi shumë i madh i investimeve që janë bërë në atë zonë. Ju thoni që ato janë detyruar të shkojnë në plazh privat sepse ato kanë dëshirë të pushojnë në atë zonë që ka më shumë prezencë, hotelerisht dhe restorante. Mirë, nuk besoj se nëse ka një zonë më shumë prezencë, detyrimisht nuk duhet të ketë një plazh publik. Natyrisht duhet të ketë 20% të vjes bërgetare, duhet ta ketë. A është respektuar këto në këto zona se kanë përshtypjen dëshpëria është më e lartë në këto zona se sa në zonat që ju përmendët? Është respektuar sepse kjo është një kusht. Nuk mund të bëj bashkia dhe nuk e ka për tani, ka kohë që bashkia ka, nuk mund të bëj dot pak të rregull. Lën në plazhin në vijën bërgetare ajo lë se s'bën 20% për sektorin publik. Një shqetësim tjetër, i cili këtu ndoshta ka një ndarje të përgjegjësive sa i takon institucioneve të linjës që merren me to, është çështja e pastërtisë së plazheve. Në fakt, një raport i fundit i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit ka konfirmuar që kemi një plazh më të pastër, të paktën referuar të dhënave të 2015-s në masë 20-25%, e madje edhe për plazhe të cilat janë konsideruar si problematike, sikurse Durrësi apo Kavaja. Çfarë prioriteti keni vendosur në këtë drejtim, gjithmonë në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional për të përmirësuar nivelin e pastërtisë në Mbretërin shqiptar? Tani përveç se ka kur ne flasim për stacionin e plazhit, aty kemi parasysh disa masa që duhet marrë bashkia vetë për të siguruar pushuesin dhe për të siguruar sigurinë e pushuesit. Dhe kur themi sigurimi i sigurisë pushuesit, ka të bëjë me faktin që si ai e menaxhon ujin dhe si ai menaxhon mbeturinat në atë zonë që është zona e plazhit. Ato kanë marrë direktiva të qarta se si duhen manipuluar plerat që prodhohen gjatë një dite, por gjithashtu dhe si nxjerrin ato për tej, që kështu kjo është një masë e parë. Masa e dytë e rëndësishme lidhet me investimet kapitale që janë bërë në plazhe, dhe siç unë thash janë investuar në plazhe në këto vite, sidomos për kolektorët e ujrave të zeza. Dhe kjo është një ngjarje që ka ndodhur në Durrës. Nuk është se kjo ngjarje nuk ka ndodhur në Durrës dhe kjo ka sjell padyshim edhe cilësinë më të mirë të ujit të vijës bërgetare në Durrës. Matja që i bëhet cilësisë së ujit është një matje që po bëhet në mënyrë të vazhdueshme tani, fal punës që bën më shumë laboratori i matjes së cilësisë së ujit që është instaluar në institucionet e shëndetit publik. Dhe ato kanë mundësi jo vetëm se e bëjnë vetë, por kanë pasur dhe mbështetje nga donator, që të rrisin kapacitetin e analizbërjes së ujit të detit, që kështu edhe kjo është duke hecur me hapa pak më të shpejta se më parë dhe të jep një mundësi që të bësh një artëzim të cilësisë së ujit. Natyrisht duhet bërë shumë, sepse për të grumbulluar plerat në një moment kur prodhimi i tyre është më intensiv se ka shumë pushues, bashkitë kanë nevojë për më shumë kapacitete. Unë besoj që ato vetë do të gjenerojnë më shumë kapacitete për këtë punë, po dhe ne këtej nga qendrat i kanë mundësit. Edhe ne këtej nga qendrat të ndihmojmë që ta kryejnë detyrën. Kohët e fundit në mediat ndërkombëtare janë vënë artikuj të ndryshëm, të cilët i bëjnë jehon potencialit të turizmit shqiptar, po themi për plazhet e Virgjra, për detin e Kaltër, për birat e lira, siç shkruante një e përditshme britanike. Po në fakt sa gjasa ka që turistët e zhgënjur le të themi nga Shqipëria të përhapen një kundërlajm që mund të tingëlloj si më i besueshëm, duke qenë se është një përvojë personale dhe jo ndoshta një artikull në një gazetë ku edhe mund të paguhet. Tani çfarë ndodh? Domethënë ndodh që ne kemi prezencë donatorësh pafund në Shqipëri, që na ndihmojnë edhe sektorin turizmit. Një nga gjërat që ata punojnë shumë me kërkesën e institucioneve qendrore është që këtyre që janë operatorë të vegjël dhe të mesëm turistik, ti mundësojnë vazhdimisht trajnime dhe trajnimet kanë një pjesë shumë të rëndësishme që ka të bëjë me mikpritjen. Ka projekte që vinë nga USAID, që vinë nga kooperacioni gjerman, që vinë nga kooperacioni italian, që angazhohen për t'i folur operatorëve për mikpritjen. Në këtë moment, mikpritja është një fakt, po nga ana tjetër është se si lëviz tregu i çmimeve. Ne bëm një krahasim të tregut të çmimeve të produkteve të konsumit midis Shqipërisë dhe këtyre vendeve të tjera të rajonit, dhe pam që produktet tona nuk janë në shtrenjtë se rajoni. Ju thatë për birën e lirë që fliste e përditshme britanike. Po dhe në krahasim me Maqedoninë ne kemi shanse që ose Malin e Zi, që ti kemi të krahasueshme çmimet, dhe çmimet nuk janë pengesa e Shqipërisë.
Unë besoj që shqiptarët janë ndërgjegjësuar mjaftueshëm që të kuptojnë që turisti do të rrinë në vendin tonë në momentin kur ne sillemi mirë dhe respektojmë atë dhe jemi gjithmonë në besnik kërkesës që ai bën. Ka një dallim këtu, më fal se ju ndërpres zonja ekonomi. Në fakt, turistët shqiptar, pushuesit shqiptar, për xhepat e tyre, turizmi shqiptar është shumë i shtrenjtë. Shërbimet që ofrohen. Po flasim për të ardhurat e shqiptarëve dhe ndoshta kjo është arsyeja pse zgjedhin të shkojnë me paketa turistike ndoshta jo në Turqi për shkak të situatës më të fundit krijuar atje, po në vende të tjera të rajonit. Ndërkohë që turistët e huaj, italian, francez, ata po i duken birrat e lira, shërbimet e lira, se kanë tjetër lloj standard jetese. Tani neve kur flasim për çështje standardesh, synojmë më shumë turistin e huaj apo synojmë që të kënaqem edhe turistin shqiptar që të ketë mundësi të qëndrojë brenda vendit, ta mbajmë atë brenda vendit, duke qenë se është potenciali dhe mundësia. Tani turisti shqiptar ka nevojë, domethënë, ne duhet turizmi vjen si arsye që ti ke nevojë të lëvizësh. Se lindi turizmi, sepse njerëzit kanë nevojë të shikojnë kultura, të njohin vende të tjera dhe prandaj ato ndërmarrin një veprimtari turistike. Dhe në përgjithësi turizmi është një lloj aktiviteti që ti mund ta prenotosh në një vendin ku je, po e konsumon në një vend tjetër, qoftë brenda territorit të atë dheut tënd, po qoftë edhe në një vend tjetër të huaj. Dhe duke nisur nga ky koncept, nuk mund të bëjmë ndonjë diferencë madhe pse një shqiptar shkon jashtë apo pse një huaj vjen në Shqipëri. Natyrisht shqiptarët e mbyllur për shumë vite do kenë dëshirë të shkojnë provojnë eksperjenca. Bën një kohë shumë e gjatë. Nuk besoj se është çështje dëshire për vojaç të reja jashtë vendit. Natyrisht ajo nuk mbaron asnjëherë. Nuk mbaron asnjëherë dëshira për të parë dhe më tej se sa. Janë më të parë sot shqiptarët zonja ekonomi. Po prap dëshira për të bëjnë dhe krahasimin. Okej. Unë nuk jam bush zot mendjen, po unë këtë gjë e besoj dhe unë them që dëshira për të lëvizur, për të parë një vend të ri është ajo që shtyn aktivitetin turistik. Dhe po kështu me këtë gjë, ata që janë jashtë Shqipërisë vinë në Shqipëri, sepse kanë kuriozitetin për të parë një vend që ka qenë i pa eksploruar dhe për cilin thuhet që ka një natyrë të bukur dhe ka një mikpritje të shquar. Kështu me këto karakteristika Shqipëria del në tregun ndërkombëtar. Çmimet, unë kam marrë dhe kam bërë ca krahasime me Malin e Zi dhe me Maqedoninë, me që flasim për çmimet e rajonit dhe me ato që ofron Shqipëria, ne nuk jemi më të shtrenjtë se sa këto vendet e rajonit. Që kështu, e para nuk është kjo arsyeja që nuk do vi një turist i huaj do zgjidhë këtë vendin tjetër, jo, sepse çmimi nuk është një çmim që ta pengon ty hyrjen e turistit huaj. E dyta, për shqiptarët që rinë në Shqipëri dhe ato që ikin jashtë. Ato që ikin jashtë në Turqi, natyrisht që kanë mundësi ta përballojnë një shpenzim, sepse në këtë kosto pushimesh është shpenzimi i transportit, që është më i shtrenjtë se sa shpenzimi po ta bësh në Shqipëri. Dhe fatmirësisht edhe në Shqipëri turoperatorët janë bërë të mençur dhe edhe për Shqipëri ofrojnë paketa. Dhe në Shqipëri brenda ti mund të marrësh një paketë turistike për disa ditë dhe ta konsumosh në një hotel që mund të jetë nga veriu në jug të Shqipërisë, po të shikosh ka paketa edhe për Shqipërinë. Prandaj produkte turistike që ofron bota apo i ofron dhe turoperatorët shqiptar dhe ja ka dalë ta bëjë këtë gjë. Bile ka disa hotele që ja dalin më shumë se sa hotelin e vet dhe me produkte turistike që sjell zona, që marrin në det, e çojnë në Kodër dhe e çojnë në një agrofarm turistin shqiptar që të gëzoj produktin e integruar që jep zona e tyre. Që unë besoj që turizmi shqiptar ka bërë progres, progres pikërisht për këtë gjë, se do të bëhet inovativ dhe i krahasueshëm me këto vendet e tjera. Që kështu shanset për të lëvizur janë për gjithë njerëzit. Halli është që ne në këto vite ne kemi shtuar aq shumë ato që quhen incoming, ato që vinë për të na vizituar, sa nuk kemi pasur kur më parë dhe e kemi bërë me një kulturë shumë të re të industrisë, sepse industria e turizmit tek neve është një industri relativisht e re. Juve përmendet pak më përpara mundësinë e paketave turistike edhe në veri. Në fakt, jemi në verë dhe ndoshta shumica preferojnë detin, por Shqipëria ka një relief të tillë të thyer me kombinime variacione të ndryshme që ofron, le të themi, tipologji të ndryshme turizmi. Çfarë po bëhet në drejtim të nxitjes dhe të promovimit qoftë të turizmit malor, po edhe të formave të tjera të turizmit në Shqipëri? Që janë më pak të dëgjuar. Më pak të dëgjuar. Tani, ne në Shqipëri, për shembull, përveç turizmit malor, që ju ka projekte për turizmin malor, ka projekte që në fillim ne nuk e kuptonim që natyra jonë ishte aq e bukur sa duhet ta masivizonim. Dhe fal ndërhyrjes së ndërkombëtarëve arritëm të bëjmë një model që ishte modeli i Thetit, pastaj e çuam në Tamar, pastaj e çuam më poshtë në Përmet, në pjesën e zonës mbi nivelin e detit lart, mbi nivelin e detit Përmetit. Tani po lëvizim më tej drejt Alpeve të Shqipërisë dhe
kemi filluar të kuptojmë që turizmi malor është një turizëm që për disa ndërkombëtar, siç janë për shembull çekët, apo siç janë për shembull gjermanët, është shumë i rëndësishëm sa turizmi që ato bëjnë buzdetit. Ato vinë nga vende që kanë male dhe janë mësuar që të bëjnë ecje në mal, me një natyrë siç është Shqipëria që ka shumë të bukur. Ndërkohë, ne po përpiqemi që të ndërgjegjësojmë dhe të japim shembull se si bëhen shtigjet dhe vendosen shenjat e një shtegu në mal, në mënyrë që ai që ka nevojë të lëvizë në mal dhe të bëjë këtë lloj konsumi turistik të orientohet. Përveç saj, ajo që vjen atje në këto zona është që zona rrin në unicitetin e vetë, ofron atë lloj shërbimi që ajo ditë ofroj dhe bëhet shumë joshëse për gjën që ka shumë tradicionale. Ndërkohë që edhe për këtë arsye turistët shkojnë atje. Ky është një lloj turizmi, turizmi malor i shoqëruar me guest housing, i cili ofronte karakteristikën e zonës për konsum. Nga ana tjetër ne kemi zhvilluar atë që quhet turizmi i aventurës, ku për shembull mund të përdorim shoqatën e raftit që ka bërë një diçka shumë të madhe për të treguar që Shqipëria është e aftë për të marrë pjesë edhe në kompeticione të tilla që janë edhe rajonale. Ne kemi kanonet e usumit që përdoren nga shumë turistë për të parë se Shqipëria është e krahasueshme edhe me Malin e Zi, edhe me Maqedoninë, kur do t'japi nga këto lloj sportesh edhe ofertash turistike. Dhe këto produkte, siç është rafting, janë munduar, me të tjera shoqata që vijnë nga Maqedonia apo nga Malizi, janë munduar të jenë në një lloj lidhje me njëra tjetrën dhe të ofrojnë paketa që janë rajonale. Përveç paketave të sportit të aventurës, jemi përpjekur të lidhim dhe paketat e ecjes. Në Alpe, për shembull, fal prezencës ndërkombëtare, kemi lidhur paketën që bën ecje në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maltëzi. Dhe janë krijuar produkte me karakterin çik më shumë rajonal. Një tjetër gjë e rëndësishme që duhet të themi për turizmin e Shqipërisë është fakti që Shqipëria po aktivizon atë që quhet turizëm i errët. Hapja e bunkartit dhe kthimi i bunkartit në një qendër kulturore ka joshur shumë turistë që ta shikojnë këtë. Dhe në këtë rast kanë qenë vetëm ndërkombëtar, por kanë qenë edhe shumë turistë kombëtar që kanë parë bunkartin dhe festivalin e xhazit që u bë te bunkarti. Tjetër formë kanë qenë për shembull format ku ti aktivizon një festë rinore në një natyrë shumë të bukur. Për shembull është i dyti vit ose i treti mbasa, që në Valbon Ania organizon një festë me DJ, ku marrin pjesë shumë të rinj, që nuk janë vetëm shqiptar, por që vinë nga trevat dhe më shumë se sa trevat, që marrin pjesë në këtë festë ku shijojnë bukurinë e natyrës në një formë të caktuar, aktiviteti që kanë nevojë të rinj për ta konsumuar. Prandaj turizmi shqiptar po përpiqet të bëjë këtë gjë, të lidhë gjitha llojet e produkteve. Ndërkohë, ngjarjet e rëndësishme që ka nevojë të promovohen janë ngjarjet e bashkive. Çdo bashki në vendin tonë ka një kalendar eventesh që e lidh me ditën e zogjve, me ditën e grurit, me ditën e luleve. Që lidhen pak me kulturën lokale. Me kulturën lokale. Dhe këto duke u promovuar këto dhe duke u kthyer shembulli i Korçës është një shembull që vlen për t'u lavdëruar. Për shembull, dita e lakrorëve dhe dita e birrës në Korçë janë shembuj që duhen marrë dhe duhen multiplikuar dhe për të tjera bashki, sepse secila nga ato ka një karakteristikë që lidhet me atë që ajo bën më mirë. Pak më parë juve thatë dhe e theksuat që në fakt në qendër të turizmit, bërthama janë pikërisht operatorët turistik. Pra, kur flasim për kompetencat e institucionit që u drejtoni për zërin e turizmit, lidhet gjithmonë me mënyrën se si mund të lehtësohet puna e tyre. Kur flasim për lehtësira konkretisht, janë përfshirë lehtësirat në paketën e re fiskale sa i takon operatorëve turistik, zonja ekonomi? Ne po diskutojmë për këto paketa. Ka dy forma paketa që duhet t'i shohim, sepse një pjesë e paketave lidhen me investime strategjike në fushën e turizmit, dhe për këtë gjë ligji i turizmit të orienton se si mund të quash një investim strategjik të rëndësishëm në turizëm, dhe mbasi merr të lloj, të themi, konsiderate një investim, hyn në një dritare unike që është AIDA, e cila merr në konsiderat dosjen e një investitori strategjik në turizëm, dhe ajo është shoqëruar me disa lehtësira fiskale që vijnë një investimi strategjik. Po përveç saj, me tur operatorët ne po përpiqemi të shikojmë disa incentiva të tjera që të mund të diskutojmë me Ministrinë e Financave, lidhur me prezencën e turistëve në vendin tonë apo të mënyrës se si duhet të punojë raporti hotel, bashki, rimbursim. Që të japim atyre një mundësi incentive dhe të kuptojmë se si
lëviz ky tregu i shtretërve në Shqipëri. Pra këtë radhë të paktën ato do të Do dëgjohen. dëgjohen. Ato kanë bërë një takim paraprak me Ministrinë e Financave. Kanë bërë sugjerimet e tyre. Kanë bërë sugjerimet e tyre dhe tani gjërat janë duke u marrë në konsiderat. Edhe ne do vazhdojmë të mbështesim për këto. Mirë, duke qenë se jemi në përfundim, unë do doja dija, le të themi, kur bëhet një strategji apo një plan, sigurisht që vendosen dhe disa objektiva. Ju keni pak kohë që jeni në krye të kësaj ministrie të rëndësishme, sigurisht, por që në vazhdën e punës së fund të mandatit 4 vjeçar, çfarë synohet të arrihet për sektorin e turizmit? Për sektorin e turizmit, sa të bukur ma bëre pyetjen e vis. Për sektorin e turizmit synohet të arrihet e para që të mbajnë këto indikatorët e rëndësishëm që të shikohet si një nxitës i ekonomisë, domethënë këto premtime vlerësuese që bëhen nëpërmjet kësaj organizatës së turizmit dhe të udhëtimeve në botë, që thotë që GDP-ja mund të shkojë deri në 8% si kontribuese e turizmit. Do arrim të jemi të zotë ta mbajmë të ritëm duke investuar dhe duke bërë tur operatorin shqiptar më agresiv në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe për këtë ka nevojë për një strategji mbështetëse. Promocioni dhe lehtësia. E dyta që është shumë e rëndësishme është që ne duhet ta kthejmë turizmin në një të themi në një lëvizje sociale në Shqipëri. Shqiptarët duhet të besojnë që turizmi është e ardhmja, është një nga drejtimet e të ardhmes së ekonomisë. Ne duhet të jemi gjithmonë mikpritës, të besojmë që turizmi është dhe për ne, ta kemi një çështje edhe krenarie të vogël, ta duam atë që ta duam, ta përdorim gjithashtu edhe si një element për rritjen gjithëpërfshirëse, inclusive growth, sepse sidomos në zonat tona malore, ku nuk është aq e lehtë të kesh aktivitet tjetër ekonomik përveç së bujqësisë dhe turizmit, duhet gjetur një incentiv që ta bësh atë të ndihet krenar dhe i rëndësishëm për atë territorin që ai po zhvillon, ai individi atje po zhvillon. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që na ndodh. Tjetra gjë e rëndësishme në turizëm është që turizmi ka nevojë të ketë gjithmonë kanale komunikimi, të informohet çfarë ndodh në qeveri, çfarë ndodh në tur operatorët, të gjesh gjithmonë kanale komunikimi. Aktualisht është krijuar një komitet që këshillon ministrin, që ka tur operator ose aktor ekonomik privat të turizmit dhe akademik edhe shtetëror. Dhe në fakt këtij forumi duhet jepet një çik më shumë zë, duke i dhënë qartësisht mundësinë që jo vetëm të përfundojë gjitha aktet ligjore që hartohen nga ligji, por gjithashtu të ketë edhe një rol më të madh për të bërë studime, për të rekomanduar politika dhe për të parë se ku do drejtohet më shumë turizmi. Dhe tjetra që është shumë e rëndësishme dhe duhet vazhdojmë ta promovojmë turizmin tonë nëpër botë, sepse për shembull unë nuk besoj që ngjarjet e kampionatit të Francës mos ishin aq shumë të mirëpritura për të gjithë ne shqiptarët, sepse ato bën një reklam pa parë dhe turistike për Shqipërinë. Dhe që ishte një element për të ne quam agjensinë tonë kombëtare të turizmit atje, e cila qe tek shtëpia e shqiptarëve dhe mori pjesë aktive për promovuar Shqipërinë turistike, por së bashku me të tifozët bën një punë edhe më të madhe se sa. Besoj se keni marrë dhe një feedback më të madh, ndoshta se pritet edhe. Kemi marrë feedback që atje sepse e vum re, domethënë ne quam disa qeleshe dhe disa nga ato qeleshet tona ishin dhe pjesë e stadiumeve ku zhvilluan ndeshjet, që kështu ishte entuziazëm i madh. Po përveç kësaj, ajo që bëhet me shumë kujdes është që të organizojmë turet e gazetarëve që vinë nga vende të ndryshme për ta reklamuar Shqipërinë te vendi i tyre me shumë kujdes. Ne te Tirana kemi pasur ture që kanë ardhur nga Gjermania, nga Greqia, kanë ardhur nga Rusia, po ndërkohë duhet ta hapim edhe më shumë gamën e produkteve që ne u bëjmë atyre të njohin, gazetarëve që vinë nga këto vendet europiane, po dhe të trasim më shumë vende europiane në famturin që bëjmë në Shqipëri. Keni menduar të bëni ndoshta edhe një kontroll pas vizitës që bëhet në të tilla raste nga ata që janë turistë për herë të parë për të kuptuar edhe se çfarë shkon apo nuk shkon? Kemi menduar që të fusim në veprim një lloj anketimi që bëhet tyre turistëve, sidomos momentin kur ato dalin, që janë pikën e daljes nga Shqipëria, çfarë përshtypje i është lënë. Në fakt ne këtë gjë kemi menduar jo ta bëjmë vetë, po kemi parë që ka disa trupa që vinë rrotull nëpër territor që mund të përdorim ata që mbledhin të dhëna. Unë për shembull kam parë se si zhvillohej një anketë e tillë nga një zyrë rajonale turizmi në parkun e Dajtit. Dhe kemi rënë dakord që ky informacion na vi gjithmonë edhe ne për të parë se çfarë gëzimi ose çfarë hidërimi ka kur përdor paketën turistike shqiptare.
Ju falenderoj shumë për kohën edhe për gjithë informacionin që përcollët. Në shpresoj të ketë qenë ndoshta edhe kjo një lloj ftese e mirë për gjithë ata që nuk kanë bërë planet e tyre për të kuptuar dhe për të orientuar deri diku përmes informacionit që përcollët në destinacionet e ardhshme të pushimeve të tyre. Uroj shumë suksese në punën tuaj. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. E që kjo puntata për këtë të premte, unë ju falenderoj për vëmendjen që na kushtuat.